Mirëmëngjesi të gjithëve. Jemi duke shkuar për në Parga, 3 ditë, një udhëtim i shkurtër. Fëmijët i kam lënë tek mami. Edhe ndaluam rrugës për të marrë çfarë do thonë juve. Fiq. Dashuria më e madhe e gjithë shqiptarëve. Këtë këngën që po dëgjoni këtu, e ke dëgjoni për herë të parë, është një këngë e bërë për mua nga bashkëshorti im me inteligjencë artificiale, por që ishte e këndshme dhe më pëlqeu që ka një këngë edhe për mua tani. Po ju lë dhe ju ta dëgjoni pak, nuk po ju lodh shumë. Gjatë rrugës ndaluam në një restorant, më duke se quhej Hasan Beu, diçka e tillë, por që na pëlqeu shumë natyra, ishte shumë këndshëm, ushqimi ishte shumë i mirë. Ishte interesant, natyra shumë e bukur. Kjo rrugica kështu, gjeni ku të çon. Më kujtoi ato shtëpitë në fshat që duhet të ecë, jemi aftueshëm për të shkuar në tualet. Shumë këndshëm. Interesant. Futëm në Greqia tash, po ikim në Parga. Përpara se të shkonim në Parga, neve u kthyem tek një vend i cili quhej Sarakimiko Beach. Ishte një rrugë e ngushtë për të shkuar atje dhe plazhi ishte fantastik, ishte shumë i pastër, kishte pak dallë, por përsëri u kënaqëm. Më pas u kthyem në hotel në Parga dhe u bëm gati që të dalim, të shikojmë Pargën, të pim diçka, të ham diçka. Ishin shumë të shijshme të gjitha. Mund të thuash produktet e mishit ishin më të mira që kishin si specialitet. Ndërsa këtu ulëm të pinim diçka dhe pastaj u kthem në shtëpi. Dhe ditën tjetër zgjodhëm të shkonim tek një plazh tjetër i cili ishte në Liknos. Dhe ky ishte shumë bukur, shumë mirë. Ndërsa ky këtu është plazhi në Valtos, përsëri shumë mirë. Uji në çdo vend ishte shumë i pastër, shumë i mirë dhe kishte shumë shqiptar, domethënë ishte full me shqiptar, po edhe shumë shqiptar që punonin atje dhe shërbenin. Ishin shumë të sjellshëm të gjithë. Normalisht Freddo Cappuccinot nuk mungonin, për ditë Freddo Cappuccino. Kishin këto trenat e lezetshëm që kalonin në mes të Pargës. Kjo është Parga. Ishte një qytet i vogël, i këndshëm, me shtëpi të ulta. Kishin ruajtur natyrën që më bëri shumë përshtypje, nuk kishin gërmuar të ndërtonin sa më shumë, por kishin ruajtur natyrën, kishin ruajtur ato shtëpitë e vogla. Kishte shumë turizëm, shumë turizëm, por ishte vërtet shumë bukur, vend i vogël, por shumë i gjallëruar, shumë interesant, uji i pastër. Çdo gjë e menduar në detaje. Këtu jemi në Volos. Në Volo, mos gaboj ose Volos. Dhe ky ishte një qytet i vjetër, shumë i bukur, kishte shumë turizëm, por mos thënë që ishin vetëm turista. Kam përshtypjen që edhe ata që jetojnë ktheheshin vetëm në sezonin e verës. Normalisht jemi në sezonin e botërorit dhe nuk mungonte një ndalesë për të parë ndeshjen e radhës. Ndërsa këtu, pasi kemi parë ndeshjen, kemi ndënjur në qetësi të plot, ora 12 i natës. Dhe kthehemi përsëri në Shqipëri tek fëmijët. Mbaron pushimet, 3 ditë ishin shumë të shkurtra, por realisht ja vlejtën, sepse u kënaqëm shumë. Bëm plazh mjaftueshëm, u dogjëm mjaftueshëm sepse ndonjëm shumë në diell. Dhe i rikthehemi jetës sonë të mëparshme.